Të gëzuar, disa banorë të fshatrave Lac, Selc dhe Vic dolën të presin të parin e komunës së Tetovës për të përuruar shtrimin e rrugës që të shpije në fshatrat e tyre. Ata i thanë televizionit Koha se kjo rrugë ka vështirësuar qarkullimin dhe lëvizjen, ndërsa gjatë dimrit ka përbërë edhe rrezik të dukshëm për jetë. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami tha se vlera e projektit është 18 milion denar dhe se janë shtruar 1200 metra rrugë, ndërsa bëri të ditur se tani janë në procesin e vendosjes së ndriçimit publik. Par realizimit të këtij projekti është ndërtuar një rrugë moderne me cilësi së paku 6 metër gjerësi, 2 kursi nga 3 metra, ndërsa në pjesën e kthesave deri në 8 metra gjerësi. Në total janë asfaltuar rreth 9000 metër katror rrugë. Janë vendosur anësore mbrojtëse me gjatësi mbi 1.5 km. Dhe është realizuar ndriçim publik, në fakt ndriçimi publik është në fazën e realizimit për gjatë gjithë trasesë së rrugës. Sipas të parit të komunës, ky projekt nuk do të mund të realizohej pa ndihmën e donatorëve, që në këtë rast është vetë kompania që ka kryer punimet e që sipas Kasamit ka dhënë 12 milion denar kontribut për shtrimin e kësaj rruge. Kasami thotë se kjo rrugë përveç se i plotëson kërkesat e fshatrave të malësisë, tashmë është ndruar edhe në hapësirë rekreacioni. Këto investime kanë transformuar rrugët në hapësira moderne dhe të sigurta për qarkullim, ndërsa njëkohësisht janë shndruar edhe në vende të frekuentuara për ecje dhe rekreacion nga qytetarët gjatë ditës dhe natës. Asfaltimi dhe rregullimi i rrugës që të shpije në fshatin Selc dhe Lac ka qenë kërkesë e kahmoshme e banorëve të kësaj ane, por edhe premtim parazgjedhor në disa cikle zgjedhore, lokale dhe parlamentare.